Këto norma edhe këto dispozita të ngjashme Allahu ja sillte njerëzimit në tokë sa herë që kishte nevojë. Mirë, po me që njerëzimi ishin në rrugë në mënyrë të përgjithshme, ishin në rrugë të drejtë, në besimin e drejtë, Allahu i lartësuar sillte dispozita praktike. Edhe norma të përgjithshme të moralit edhe të etikës. Derisa vjen koha pastaj kur njerëzimi fillon me deviju. Fillon me deviju në dy drejtime, në dy kohje. Fillon me deviju edhe në kohjen e besimit, edhe bindjeve karshi Allahut të lartësuar, mirë po devijon edhe në çështjen e dispozitave. Dhe këtu pastaj Allahu i lartësuar ndërhyn me shpallje, me rregulla të cilat nuk i kishte zbritur më parë sepse nuk kishte nevojë. E kjo pastaj shfaqet në kohën e Nuhit alayhis salam, i cili njihet si baba i dytë i njerëzimit, po njerëzimi ishte shtuar, ishte rritur, mirë po edhe devijimi kishte ndodhur tek njerëzimi. E Allahu i lartësuar pastaj zbriti dispozita të cilat kanë të bëjnë ose e rregullojnë çështjen e besimit, karshi Allahut të lartësuar se si duhet ta besuar, si duhet njësuar atë, si duhet mos me i bëj shok Allahut të lartësuar. Dhe gjithashtu zbriti edhe dispozita se si duhet me jetu ndershëm, me jetu halal, me fitu halal, me punu, me u martu ndershëm, me zhvillu familje ndershëm e kështu me radhë. Dhe sa herë që kishte nevojë pas Nuhit alayhis salam, Allahu zbriste dispozita, Allahu zbriste dije. Dije të cilat lidheshin, një pjesë e tyre lidheshin me çështjet e besimit, se si me besu Allahun, ndërsa pjesa tjetër me çështjen e dispozitave dhe pejgamber pas pejgamberi, derisa vjen te pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë Allahu i lartësuar e përmend në një ajet kuranor ku thot inna uhayna ilayka kama uhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di, deri në fund të ajetit thot Allahu i lartësuar, ne të kemi shpall ty o Muhammed, të kemi zbrit mësime, të kemi zbrit dije dhe dispozita të cilat i kemi ashtu sikur se i kemi zbrit edhe te Nuhi alayhis salam. Do nuk janë të reja për ty. Këto dije, edhe këto dispozita dhe këto norma nuk janë të reja për ty, edhe pse dikujt mund më ju do krisi. Por ndryshe na dispozita të njëjta ose dispozita të ngjashme kemi zbrit Nuhit. Dhe pejgamberve pas tij, Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, pastaj edhe pasardhësve, Jakubit, pastaj pasardhësve të Jakubit alayhis salam, përmend pejgamberët Isain, e përmend Ejubin, Yunusin, Harunin, Davudin, Harunin, Musain, Davudin dhe thot Sulejmanin dhe Davudit ja kemi dhënë Zeburin. Domthon gjithë ta pejgamber i kemi mbështet me dije e cila u ndriçon rrugën e besimit, po u ndriçon rrugën e jetës dhe të jetuarit në këtë botë. Prej këto, pastaj bëhet e qartë se mësimet e Allahut të lartësuar që i zbriteshin njerëzve ishin dy lloje ose dy natyrave, me thonë më ndryshe. Mësimet të cilat kishin të bëjnë me besimin dhe mësimet të cilat kishin të bëjnë me dispozitat dhe normat. Allahu i lartësuar njerëzimin nuk po e lën pa dije. Për arsye se njeriu që është krijesa më e mirë dhe më e dalluar në tokë, po s'pa dije, pastaj e prish rregullin edhe e prish rendin. Mirë, vetëm dija e vetme nuk mjafton këtu. Mirë, po dija është elementi kryesor mbi të cilin pastaj mundem të ndërtojmë rend edhe rregull në këtë botë, nëse duam dhe nëse kemi vullnet.